Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Marrëveshjet ndërkombëtare dhe projekt buxheti 2026 ishin dy nga vendimet e para të miratuar në mbledhjen e kabinetit të ri qeveritar të drejtuar nga Albin Kurti. Qeveria miratoi projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër mes Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, pjesë e Bankës Botërore. Nga kjo marrëveshje Kosova përfiton 90.3 milionë euro ua për 12 vjet. Krahas asaj është miratuar dhe marrëveshja me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin Kompas me një vlerë prej 18.6 milionë euro. Në lidhje me buxhetin e vitit 2026, Kurti nënvizoi se nga 4 miliardë euro, 867 milionë euro shkojnë për komuna dhe në të përfshihet edhe paga e 13. Shumica e qeverisëse në Kosovë është gati të fillojë bisedimet për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Kryeministri Kurti tha se pas votimit në kuvend të buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare do të fillojnë bisedimet. Tash jemi në hapin e tretë, votimi i buxhetit 2026 dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Por sa të përfundohen këto, jam i gatshëm që nga nesër të fillojmë kontaktet dhe diskutimet me subjekte tjera politike për çështjen e presidentit. Ministri i Financave i Kosovës e komentoi rritjen e numrit të anëtarëve të kabinetit qeveritar si nevojë për të përmirësuar rendimentin në punë. Në një konferencë për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Kuran Murati sqaroi se rritja nuk ka ardhur për të akomoduar koalicionet bashkëqeverisëse. Është parë gjatë mandatit të kaluar që në disa raste nuk është arritur sinergjia e cila ishte synuar. Pra dhe ka pasur raste kur me qenë se ministria apo dikasteri ka qenë tepër fushveprimi gjerë, ndoshta nuk është arritur efikasiteti i nevojshëm i cili ishte synuar që ishte fillim mandatit, prandaj edhe është paraparë që të ketë një riorganizim të zem tek Ministria e Punëve të Brendshme me administratën publike dhe digitalizimin të ketë një ndarje prej bashkimit që ishte bërë më herët, në mënyrë që të ketë efikasitet të shtuar në të dyja fushveprimet. Shqipëria dhe Kroacia i bashkojnë urimeve për zgjedhjen e Albin Kurtit në krye të kabinetit dhe krijimin e institucioneve të reja. Presidenti Bajram Begaj përmes një postimi në rrjetet social Facebook ka theksuar bindjen se përkushtimi dhe bashkëpunimi në dobi të shtetit dhe qytetarëve do të udhëheqin klasën politike të Kosovës në përballimin e sfidave të ardhshme. Krahas këtij, ministri për Europën dhe punët e jashtme Lisa Spiropali siguroi se Shqipëria do të qëndrojë gjithmonë para të Kosovës me mbështetje të sinqertë dhe të palëkundur për sigurinë, institucionet dhe rrugtimin e saj drejt familjes euroatlantike. Ndërsa kryeministri Plenković tha se Kroacia mbetet një mbështetëse e fortë e rrugës europiane të Kosovës, pres me padurim forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ton dypalësh dhe bashkëpunimi për stabilitet dhe përparim në Europën juglindore, thuhet me së tjerash në urimin e Andrej Plenković. Komisioneri Europian për zgjerimin Marta Kos përshëndeti krijimin e qeverisë së re të Kosovës. Në rrjetet sociale Kos është shprehur se pret me padurim për të vizituar Kosovën. Fokusi tani mund të zhvendoset në financimin e reformave të Bashkimit Evropian dhe sjelljen e përfitimeve të plota të planit të rritjes, shkroi Marta Kos, ndërsa shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas e ka cilësuar formimin e qeverisë së re si një zhvillim inkurajues pas më shumë se një viti bllokim politik. Kjo është mënyra e shpejtë për të zhbllokuar mbështetjen e Bashkimit Evropian me vlerë qindra miliona euro dhe për të pasur përparim në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, shkroi Kaja Kallas. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.